Neve na ikim mjekët. Nga krahu tjetër, mjekët që kemi këtu, dalën e thënë të korruptuam, vjedhin, apo është se pak a shumë e njëjta gjë. Duke qenë se unë juridikun kaq e njoh, pra si qytetar, këtu njoh diçka më shumë. Ka një parim në Shqipëri, dhe ky vlen për gjithë, sepse populli nuk i le kot ato proverbe. Thot, fukarallik, maskarallik. Dakor? Pra, nëse ti bën një punë dinjitoze, duhet të kesh dhe një të ardhur dinjitoze dhe një dinjitoze. E garanton dot kjo lloj pune një dinjitoze për familjen tënde? Ja. Puna e mjekut nuk e garanton. Atëherë, është rrok shteti, duhet jetë një rrok shteti atill, e parë duhet të ketë, se mjekët e rinj 60% nuk kanë rrok, se ju se dini këtë, po ja them unë. 60% specializohen, punojnë 4 vjet pas lloj rroke, zero. Paguajnë dhe taksa studimi. Tashti, si ky s'garanton asgjë, jo jetë dinjitoze. Pra pyetja është si strehohet dhe si habuk. Nuk e mendon fare shteti këtë. Mendon se po i bën der. Kupton? Ky po punon 8 orë në ditë, po shërben sistem shëndetësor dhe fatkeqësisht ti që fëmijë je duke i mësuar korrupsionin atit. Se kjo është e vërteta. Se nuk fillo korrupsioni me 2.000 euro, 10.000 euro dita. Fillo me 2.000 lek. 2.000 lek vjetra. Sepse ky njeri do strehohet e do ushqehet. Kujtoj që në rendi sklavo pronari, që ishte rendi më i keq që kemi pas, pronari i siguronte një stre dhe një ushqim sklavit, se përndryshe sklavi vdiste. Dhe i duhej për punë. Për punë, nesër. Tashti këtu s'kan as konvikte as mensta. Pra këto janë më keq se rendi sklavo pronar. Se po ti sigurosh 2 gjëra, ke drejt pastaj edhe të kërkosh 2 gjëra. Përndryshe ti nuk mund të çudish pse na hik rinia neve. Na hik sepse mendojnë që nuk sigurojnë dot një jetë dinjitoze me parimet e meritokracisë dhe të shkollimit dhe të arsimit dhe të punës familjare, shoqërore me radhë, normale që kanë këtë shtet. Për këtë arsye ikin. Duan të jenë shtresë mesme dhe shtresë mesme mbrojtur. Pra që i kanë 5 le të themi ëndra përpara në jetë që mund t'i realizojnë. Këtu kene që kur e nis një mjek, 24 vjeç maron, 6 vjet shkollë, 6 ndër 10 do punojnë 4 vjet pa pagesë. Me detyrim është kjo, se s'ke çfarë bën. Po si pa pagesë, si do jetojnë këto njerëz? Se më duket çik absurde. Po kjo është, nuk e di, kjo është ajo që shteti duhet. Duket pak absurde. Kjo është ajo që shteti duhet bëj. Jo, po si jetojnë këto njerëz? Eksakt. Pra, o do bëj një punë dytë ky djali kjo vajza. Dakor? Përgjithsisht janë vajza, më shumë se mjekët janë më shumë vajza se djem. Nuk e di, kemu nuk ka sens, nuk qëndroj. Edhe neve diskutojmë në mënyrë të vazhdueshme. Pra, çdo vit ne kemi një X kuota totale që futen specializim, se specializim është ky, ku 40%, 39% e 5 viteve të shkollës 39%, 39% janë të mbuluar nga kuota e Ministrisë së Shëndetësisë, pra do të thotë marrin një pagesë që është 80% e mjekut familjar, ka irregullore diku, që ka vendosur këtë. Dhe 61% nuk marrin pagesë fare, 4 vjet quhen kuota të lira. Çfarë do të thotë kjo? Në Republikën e Shqipërisë, teorikisht po të hapim në ligjin, nuk ekziston puna pa pagesë, apo jo? Në një biznes, në një shtet, një diku nuk mund të ekzistojë. Jo, do ta ndërni si problem këtë se më duket absurde. Jo, garantojnë, ne kemi ngretë në mënyrë vazhdueshme, madje vitin e kaluam së bashku, nuk e bëm vetëm, e bëm bashkë me Parlamentin, bashkë me Ministrinë e Shëndetësisë, bashkë me shoqatat e studentëve, të mjekëve me radhë, dhe bëm një publikim, një policy paper përmes Konrad Adenauerit. Dhe ja dham gjitha dhënat. Të them, kjo është gjëja kyçe që këta njerëz kërkojnë që të mos ikin. Ilir, ju preket i gjë shumë të rëndësishme. Përkundrejt, ndjes, po të jam 24 vjeçun, kthehem mbrapsht, tash jam 24, jam 46, po jam 24 dhe kam 2 opsione. Të punoj 4 vjet pa pagesë në Shqipëri dhe mrapa nuk i dihet. Nuk e di se çana. Apo të nisem që sot për Gjermani dhe trajtohem si njeri. Nuk po them që do bëjmë pasanik. Megjithatë, edhe Gjermania dhe gjithë perëndimi ka një krizë që po jetojmë një krizë globale. Për mjek ka nevojë. Kam një gjuhë për infermier. Atëherë, edhe për infermier. Atëherë, unë përkarshi një vendi që të paktën siguron një jetesë. Pastaj diskutojmë dinjitoza apo jo, po Gjermania ta siguron dinjitozën.